Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, për të komentuar një ngjarje që në fakt ka sjellur apo ka ngritur një lloj debati virtual jashtëzakonisht të madh. Prindërit e Selinit bën veprimin për ta goditur Mirin. Ky dron në fakt që mbriti sonte në shtëpinë e Big Brotherit ishte një dron që asoconte direkte te Miri. Do të thoni pse te Miri? Miri ditën e djeshme në një bisedë me Juelën ka folur për Selin, për emocionet e saj, tashmë e dini të gjithë. Ai tha që Selini ka ndërtuar emocione, më thënë, Selini dyshoj që mua më ndjen. Kjo gjë, si që duket, preku jashtëzakonisht shumë familjarët e Selin, të cilët reaguan me njëherë në Instagram, duke shprehur kundër drejt Mirit që është një djalë i cili mundohet që në të gjitha forma të denigroj, të poshtëroj dhe të ulë imazhin dhe vlerën të Selinit. Dhe për të çuar një mesazh kundërdrejt Mirit, babai i Selinit, në këtë rast zotëria Toni, kishte bërë një lëvizje që dha një përgjigje shumë të madhe. Një dron që mbriti në shtëpi për Gimbon, për Selin dhe për Gretën, që do me thënë, me këtë dron, babai i Selinit dëshironte t'i thotë Mirit që vajza ime është vajza ime dhe unë në asnjë mënyrë ty nuk të toleroj që të shpifësh, të japësh fjalë për vajzën time, por këtë afrimitet unë jam shumë i lumtur që e kam me Gimbon. Ndoshta pak është edhe një me kastile si gjë për të nxjerrë ndoshta një anë të Mirit, që publiku ta kupton që Miri u ndje keq, që Miri u bë xhelos, se realisht Miri kur e pa dronin nuk i qeshi fytyra. Dhe tani këtu direkte lindën pyetja. Kush kë ndjen? Ndjen Selina Mirin apo Miri Selinën? Unë mendoj që Miri ka qenë ai i cili krijoi emocione, krijoi ndjesi, krijoi le të themi dashuri për Selin. Jo Selina për të. Selin ndoshta ka patur një lloj pëlqyeshmërie, por u mundua që ta step sepse gjithë familja çoi mesazhe të ndryshme. Droni i bindi edhe banorët që do me thënë babai i Selin, është dakord që Selin të lidhet me Gimbon, ose ky dron erdhi si një mesazh që familja e Selin i dha Selinës që edhe në qoftë se do ndërtosh një diçka me Gimbon, do e puthësh, do i thuash po dashurisë së Gimbos, do i thuash po emocionit të tij, me patjetër që përkrahjen tonë e ke. Dhe mendoj që këtu tani përfundimisht u mbylli gjitha i kapitulli i të gjitha mendësimeve, i të gjithë shpifjeve sipas familjes së Selin që Miri bënte kundërdrejt Selin, derisa babai i Selin do me thënë e vulosi që familja e pëlqen afrimitetin që Selina ka bërë me Gimbon dhe nuk e pëlqen afrimitetin që ka pas me Mirin. Miri e mori këtë mesazhin, e pash që e ndjeu, u mërzit shumë, nuk është se ka komentuar si gjë, por e përjetoi keq këtë pjesën sepse e mori mesazhin që do me thënë familjarët të Selinit kanë qenë dhe janë më të lumtur me afrimitetin që Selin e ka me Gimbon dhe jo me të. Dhe mendoj, mimika e Mirit e tregoi që vërtet Miri e sheh Selin pak më shumë se sa një lojtare.